Problemet e shëndetit mendor po rriten gjithnjë e më shumë në popullat. Sipas mjekëve psikiatër, kjo lidhet me disa faktorë që ndikojnë drejt për drejt në gjendjen emocionale dhe psikologjike të individëve. Faktorët kryesorë janë jetesa e përditshme, streset e përditshme të jetës, që le të themi edhe jeta që është bërë më shpejt, ndikojnë lirshmëria e përdorimit të drograve, sidomos në moshat e reja, dhe kjo ka bërë që të rriten rastet. Izolimi social bën vetën, se një pjesë e mirë tani nuk kanë më atë, le të themi, jetesën shoqërore që bëhet dikur në komunitetet. Edhe pse ende shumë persona hezitojnë të kërkojnë ndihmë për shkak të frikës nga paragjykimi, mjekja psikiatre Fiorella Gorea thotë se nuk mungojnë rastet e qytetarëve që drejtohen për konsultë tek specialistët e shëndetit mendor. Moshat që na drejtohen më së shumti janë dhe moshat e reja, kjo edhe për shkak të informacionit që kanë, stigma e shëndetit mendor është zbutur disi. Dhe janë ata që më shpesh kanë edukatën e dur, informacionin e dur që të kërkojnë ndihmë, që mund të jenë ndihma duke ju drejtuar një psikologu apo dhe një mjeku psikiatër. Kryesisht ata që më shpesh vinë të kërkojnë ndihmë janë çrregullimet e ankthit, çrregullimet e humorit, të cilët e kuptojnë pra rëndësinë e mirëqenies emocionale dhe drejtohen për të marrë ndihmën e dur. Bluzat e bardha japin disa këshilla për rritjen e kujdesit ndaj shëndetit mendor. Të praktikojmë një jetë sa më të shëndetshme, larg për aq sa mundemi streseve të përditshme, që të praktikojmë sport i cili ndihmon shëtitjen në natyrë për aq sa mundemi, të bëjmë gjëra pra që na pëlqejnë dhe që na ndihmojnë që të jemi më të qetë emocionalisht. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, 1 në 8 persona në botë jeton me një çrregullim të shëndetit mendor. Depresioni, ankthi dhe çrregullimet e tjera psikologjike po shënojnë rritje të vazhdueshme, sidomos pas pandemisë, duke e kthyer shëndetin mendor në një nga sfidat më të mëdha globale të kohës sonë.